Me Reflektorinë kemi që kur është pishu sistemi, deri tani edhe me do vazhdojmë, këtu është problemi i produktit. Nuk po ecën ashtu si duhet ecur. Se ne e shesim me 76 lek, ata kërkojnë ta ulim me, dhe vetë e shesim me më shumë. E shesim me 1800 lek litrin. Prandaj këtu ne jemi në kundërshtim. Dhe kërkojmë që qeveria të futet, të ndërhyjnë të bëjnë veprimet e saj që ta rregullojnë, se rregullatore është shteti dhe prandaj e bëjnë këtë punë. Sa krerë lop kemi? Unë kam 40 krerë lop. Mund t'i shtoj dhe mund t'i paksojnë, po mendja ime është, por nëse do vazhdoj kështu do paksohen. Duhet të futet shteti. Unë do nisem në një vend tjetër që duhet vajtur. Sot për sot do bjerim 20 lek. Po nesër, ne kemi pasur që qenë shumë. Sa ka qenë parë? Para ka qenë me 820. Tani po kalon me 720, 100 lek për litër. Edhe që thonë për neve. Se për shemë unë qojnë 4 kujtal, për 900 i thonë 20.000 leka. 20.000 leka është minus për mua, për familjen time. Përballon shpenzimet me këtë çmim? Nuk i përballojmë dot. Se ne kemi qeran e tokës, kemi mjetet, do marrim naftën, do marrim lere se sa naftë japin ata për të shfrytzuar këtë partije. Nuk e marr dot tokën që ka marrë me qeran, unë nuk e marr dot qeran atita, atë naftën. Se që duan dokumentat, gjitha kullet. Unë do paguaj prap të noteri që ta marrë atë atje. Prandaj nuk është ajo. Prandaj detyrohemi që të flasim edhe kundra, edhe mirë, po më shumë po flasim kundra. Po do ikim më tutje ata do me marrin kermat andaj bjen këtu ato. Rregullimi i çmimit. Po. Si shtrydhemi ne, kjo shtrydhje të ndahet midis nesh edhe marr 3 kujtal, 4 kujtal në ditë. Po, e shisin në i merë erzeni. sa lekë uan në litër? Ai po thot të na i hulin litrin e qumshit. Do na i qojnë me 500 lek kilen, si pas shenjave. Kështu që ne kërkojmë pse të na i hulin qumshit. I bëjmë thirrje shtetit, marrin masa, mos të tallet me fermerët. Se është gjuna të tallet me ne fermerët se punojmë tër ditën, siç e shikoni vetë. Andaj Në çfarë çmimi duhet ta shisin litrin e qumshit ju që të dini me efektiv? ne duhet ta shesim të paktën me 800 lek kilen, litri, që të dalim me fitim. Ata po na i marrin me 600 lek. Edhe do na i hulin me. Keni ndonjë kompensim nga shteti? Qa kompensimi? Na tha për 100 lek për lop, 100.000 lek për lop, erdhën në zhebere Tiranës, më mashtruan, më kanë hullu 10 koklop. Në zhebere Tiranës, unë i kam 37 që apliko, ata thanë ke 27 kokë. Duk me qenë unë i kam sistemi rud në rregull, me numër matrikull, i kam krerët në rregull, ata mi hullën 10 koklop, mi hengën, më mashtruan. Janë vajtë? Vajtat e drejtorie bujqësisë, të agropika, u ankova, ata mbyllën numrat e telefonit, nuk përgjigjen me.